Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje, jeni me mua Gjeraldinën si çdo të diel dhe sot unë kam përzgjedhur një mysafire fantastike për ju. Kam përzgjedhur një personalitet me të cilin jam rrit, kam përzgjedhur një personalitet të cilin e kam parë në skenë, apo të themi kështu, të cilën e kam parë në skenë shumë shpesh, të cilën e kam adhuruar si fëmijë, por vazhdoj ende ta adhuroj për krejt atë që ja ka dhënë teatrit shqip, filmit shqip, është një ikon e teatrit kombëtar, është një ikon e filmit shqip, është një grua, të themi shumë e pashme, është një grua e ngrohtë, të cilës edhe syti buzëqeshin edhe kur ka halle shumë të mëdha. Me ne sot, miq të nderuar, zonja Iqbale Qena. Iqbale, mos të më në Iqbale, se unë e tras Bibi. Bibi mirë. Pikrisht, mos e më thuj so. Se Iqbale është dikush ma i largë. Po, ma i largë. Bibi mirë se ke ardhë. Mirë se të kam gjetë. Mbane me uskuq. Unë iva vërtet shumë e madhe. Ti je madhe. Pas gjithë këtyre fjalëve. Ti je madhe. Shumë faleminderit për vlerësimin e për Ti je madhe, se ne jemi rrit me ty, nuk kemi shumë dallim në mosh, por me gjithë atë, kur ti ke qenë në skenë, unë kam qenë pak si fëmijë i vogël edhe të shisha. Edhe thoja, wow! Edhe ti na e ke nxjerr atë wow prej gojës edhe prej shpirtit, sa herë të kemi parë në skenë dhe sa herë të kemi parë në rolet filmike. Mirë, po miq të nderuar, që ta kuptojmë saktësisht se kush është Iqbale Qena, ta ndjekim dokumentarin në vijim, të cilin e ka përgatitur Ben Apolloni. Iqbale Gjurkaj Qena lindi më 24 janar 1951 në Pej. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në vendlindje, duke ndjekur më pas pasionin për aktrimin. Shkollën e lartë, dega e aktrimit, e përfundoi me 1970 në klasën e pedagogut Slobodan Popić, që në vitin 1969 nisi karrierën e saj artistike si aktore në Teatrin Krajinor të Prishtinës, ku filloi të lërë gjurmë në skenën teatrore. Midis viteve 1972 dhe 1977 ishte angazhuar në teatrin e qytetit të Prizrenit, duke sjellë interpretime të paharrueshme. Ndërsa nga viti 1980 deri më 2015, Iqbale Gjurkaj Qena mbeti një nga figurat qendrore të teatrit kombëtar të Kosovës, ku realizoi shumë role të rëndësishme. Ajo ka shërbyer gjithashtu si antare e pleqësisë të teatrit nga 1981 deri më 1985, si dhe si antare e bordit të teatrit kombëtar në periudhën 2010-2014. Gjatë karrierës së saj ka interpretuar mbi 70 role në teatr, film, televizion dhe radio, duke ndikuar fuqishëm në zhvillimin e skenës artistike kosovare. Ka qenë bashkëpunëtore e shumë teatrove të Kosovës, si Teatri i Pejës, Teatri i Ferizajt, Teatri Oda dhe skena pavarur kamertale Kabare Prishtina. Edhe gjatë viteve të vështira të egzilit në Maqedoni, ajo gjeti mundësi për të kontribuar, bashkëpunoi me OJQ-n Motra Qeriazi dhe si pjesë OJQ-s pranë fëmijëve, zhvilloi orë aktrimi për fëmijë të traumatizuar dhe të marginalizuar. Në teatr ka interpretuar figurat shumëta ikonike, nga roli i Anas në Djali im vetëm ecmë ngadal në vitin 2021, te Hekuba në Trojanët në vitin 2015 dhe Linda në Vdekja një komisioneri në 2014. Ajo solli në jetë personazhe si Gertruda në Hamleti, Dukesha në Ricardi i Tret dhe Madame Pernell në Tartufi. E paharruar mbetet edhe si Nana në Shtëpia në Ankant apo si Amalia në Milionerët e Napolit. Në skenën e fëmijëve ajo luajti në shfaqje si Pinokjo dhe Llamba e Alajdinit në regjinë e Meli Qenës, duke i dhënë gjallëri imagjinatës së fëmijëve. Kontributi i saj shtrihet edhe në televizion. Ka qenë pjesë e TV-dramës së parë televizive Miu në gjep të Hivzi Sulejmanit në regji të Muharrem Qenës, Fluturimi i Micakut, Vjesht e zymte e Profesor Nixhatit, e deri te Familja Moderne, Qyteti Palum dhe Kombinati e të tjera. Në kinema është shfaqur në filma të metrazhit të gjatë dhe të shkurtër si Kur shpirti ndron jetë, Anatema, Vetëm një rrugë, Kukumi, Memory e të tjerë.
Filmi i Hijet e luftës së solli atë në një rol të jashtëzakonshëm që i dha çmimin e parë Hynesha në Fron në vitin 2002. Për punën e saj të palodhshme, ajo është nderuar me çmime dhe mirënjohje të shumta. Ndër të tjera, ka marrë çmimin për kreacion artistik për rolin e Gertrudës në shfaqjen Hamleti dhe medaljen presidenciale të meritave në vitin 2012. Në vitin 2013, në festivalin Etnofest, u shpall aktoria më e mirë për rolin e saj në shfaqjen Trenat. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një aktore teatri, filmi dhe televizioni që me talentin dhe energjinë e saj të mirë i bën të gjithë për vete, Ikbala e Gjurka i qenën, të gjithë e kanë në majë të gjuhës. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Me zonjën Ikbal e Qena apo me Bibin, do të fillojmë ashtu si kemi dëshirë ne që nga fëmiria. Bibi ti ke lind në Pej, je vajzë e Gucis, praktikisht ke priardhje nga Mali i Zi. Më thuaj si ka qenë fëmiria në Pej? Si shumica e fëmijëve të viteve të 50-ta, që jemi rritë me një frymë pothuajse të njëjtë, me kushte pothuajse të njëjta, po të unë ka qenë një veçanti se prindtë mi kanë ardhur nga Mali i Zi vërtet shumë herët, dhe kanë bërë edhe atë sensin e edukatën, e frymën të atij qyteti të bukur, të cilin unë vetëm 3 herë kam qenë në Guci, në ato rrjedha të burimeve të Ali Pashës, si duket e kanë sjell krejt atë bukurinë e Gucis e kanë sjell me vete. E kemi trashëgu ne. Si kanë qenë rrugët e Pejës? Më thuaj, a keni lujt që thojnë bamcak për shembull atëherë? Jo që kemi lujt, po kemi ba kërdi. Unë jam vajzë motër e 5 vëllezërve, 5 djelve të Agjës, do më thëtë vetëm 3 vajza në familjen Kogjatë Gjër kemi qenë. A keni qenë të lasdrume? Jo të lasdrume, po ne është dasht me luftu për hapësirën tonë. Se krejt djem unë është dasht me luftu baraz me qarë rrugë, si kur djem. Në thëtë kam bagara në vrapime, kam bagara në gjdo loj, edhe me shigjeta Tarzana, kanë qenë ato lojnë atë që ishë. Do me thonë rolin e Gjenit kur nuk e ke pas, vetëm Tarzanit. Kom vrapu bukur shpejt edhe majnë mend, kryesisht me djem, dilësha gjdo here para. Një djali Agjës, 2 vjetë ma i madhe, më dilke, jojo nuk bën t'je para, t'je qik, nuk bën t'je para. Edhe këtë sa fytëshim. Do më thotë, kom luftu për integritetin tim, edhe territorial, edhe emocional, si që thot mesa jeme e vogla. Shtëpia jonë ka qenë, është edhe tash, të rruga e Shëndetit, e kemi një pozit shumë të bukur, shifet krejt qyteti, rrugicat e Kapeshnicës, rrugicat e Savatit, se na i takojnë mes Kapeshnicës e Karagacit, është një pjesë që edhe pejanët nuk e din, është Savati. Ne mbi kanal e shohim krejt pejen kështu. Edhe i kemi shëtit ato rrugica te Rruga Keqe, te Qorsokaku, te ura e Gigigjve, deri kur kemi mri te ura Zallit, edhe loja ma e madhe ka qenë në parkun e Karagacit. Çka bajshit të parku Karagacit? Çdo herë edhe prej prindve kemi mësu që është diçka ma e bukura në Kosovë, që park ma të bukur s'ka se parku i Karagacit. Edhe, a i ke besu? I kom besu se edhe ka qenë. E tash? Ka qenë. Qa me nëmë? Para 10 dite isha, liqeni në parkun e Karagacit ka qenë shumë ma i bukur, shumë ma i pastër. Ka pas rrjedhën e ujit, përkundër kësaj që e kanë rrethu, e kanë ba me betone, nuk e di. Shpirti po më dhem se nuk janë ato drandofile që kanë qenë për rreth. Kanë qenë karika në moshën e adoleshencës prej shkollës, shkolla afër, po thuaj se cili e ka pas karikën e vete, e ka pas pemen e vete, edhe takimet kur dilshim, edhe me shoqni, edhe me simpati, edhe me
dishim në pemën tonë, të drandofilja jonë, normal me mosh ato me gjenerata jonë zhduk, po më dhem pse gjeneratat e tashme nuk po e përjetojnë natyren si kur ne që e kem përjetojnë. E sot e përjetojnë ty e shiku në iPhone-a, në iPad-a. Por ata është ai blok në mes Gjeneratave. djenjave. Po mirë, kur e përmende parkun e Karagacit, unë shkova te bukuria e parkut Karagacit, por për ty parku i Karagacit çfarë do me thanje ka? Për pos kësaj ndjenjës së trëndafilave, do me thanë të stolit ku ke ndejt me shoqëni edhe me ndoshta ndonjë simpati, çfarë ndjenje tjetër të sjell? Më kthe në fëminin e hershme. Shëtiti kemi bë kryesisht familjare në parkun e Karagacit. Më kujton fort mirë ato lodrat ku kemi lujt ne, që kanë qenë të mrekullueshme, edhe ma e bukur është se në Karagac është shkolla ku i kam pa hapat e parë. Prej klasës të parë fillore deri në klasën e 8, edhe ne kemi pas një farë konkurrencë që çdo herë jemi shty cila shkollë është më e mira. Do të thotë, në kohën time kanë qenë mbi 2000 nxënës në shkollën e Karagacit. Oborin kryesisht e kemi rregullu ne fëmijët. Një obor i madh, pastaj ushtrimet e sletit prej moshës 10 vjeçare na fuqin në slet, indjeri Masar Begolli, mësues arsimtari gjimnastikës, i cili ka qenë shumë rigoroz, po një ndër sportistat më të njohur, më të mirë, me gjithë shpirt që ka punu, na rendit ke kështu në mënyrë rigoroze, e unë edhe me gjatësi edhe me zhdërvjellësi, po thuaj se gjithmonë isha në radhat e para. Nëse gabon të dikush, ka qenë një konop i lidhur nyje, Wow. jam shajke kombe. Do në thotë është dasht me majtë ritmin, me majtën mend krejt, mos me hongër dajakun. Tjetër me Karagac që më lidhin edhe në klasën e 5, klasa jonë është pallë, klasa më e mirë në shkollë. Dhe si dhurat, e kemi fitu sallën ku mbaheshin mbledhjet, ku mbaheshin koncertet edhe shfaqjet. Do më thotë, influencimi i asaj skene, si duket ka ndiku edhe në përzgjedhje, në rrugtimin tim. Atë deshta me ardhë. Sa ka ndiku Karagaci, ajo bukuri, do të thotë, komplet ajo ndjenjë në përzgjedhjen tënde se ti me njerë pastaj e orientu në aktrim. Se aktrimi ka qenë një botë e re në atë kohë, sidomos për gjinin femrore. Sidomos. Dhe për pos kësaj, sa ka ndiku, si e kanë prit prindrit orientimin tëndë? Orientime, po them, e kem pas edhe mësuesin shumë të mirë, i cili prej klasës të parë ka punu me ne. Bonte ai do mini drama, indjeri Sadi Kukela, shkruante për fëmijë edhe në ndante rolet në klasë, interpretojshim, lujshim. E kisha atë ndjenjen emocionale, kisha një përjetim shpirtnor në çdo varg, në çdo recitim, në çdo rrëfim kur e lexojsha, kam qenë në gjendje me qajt, të 4-ën klasë kam qenë kur i kemi lexu për vrasje për ato, unë kam ngec me një moment edhe prej dënesës nuk kam mujt me lexu, s'kam mujt me vazhdu. Edhe çka ndodhi që bremsos shumë edhe im shumë. Në do të kanë ndiku normal gjitha ato, me faktin që isha nxënës e shkëlqyeshme, baba nuk ma prishte fort qefin. Se kur vinte në mbledhjet prindve, notat e mira, ishim një klasë përzgjedhur, u kënaqke, edhe faktikisht e kisha shtru terrenin unë, me tu plotësu? Me mu plotësu edhe ato ëndrat e mia, në mënyrë shumë spontane, pa ndonjë trandjet E madhe. bukra ishte se shifna, veç baba ka punu, s'kem pas ndonjë
jetë luksoze për me mujtë na me përzgjedhë, dhe në atë kohë ka qenë profesioni mësusës, mjekës, inxhinier, ma tutje s'kemi shku. As që e keni mendu? Baba kishte dëshirë me shku me u ba mësuse. Nana ishte me rëndësi me u shkollu. Me çfarë do mënyre mos me mbet me u shkollu, çka do qoftë. Kur erdh puna në shkollën e mesme, pata unë peripetie, kam dasht edhe mjekësinë, kam ndru jo mjekësinë, shkollën ekonomike, po isha antare e teatrit amator të Pejës. Vllaun e kisha për krahje, vllaun e madha, i shkojnë në shkollë të artit, kishim krejt muhabetet bashk, edhe me faktin që ishe dhe vllau me mu, kisha liri, edhe kur erdh isha në vitin e dytë, kur u hap shkolla e lartë e dramës. Edhe? Një delegacion i tërë, më propozoj Ilja Znushi, i ndjeri, dhe me cilin kom lujte pak mënyrë ma profesionale, a im ka rekomandu në teatrin kombëtar, krahinor atër, erdh një delegacion i tërë nga teatri krahinor me bind babën. A e kanë pas të vështirë? Vajze vetme, ku me më qu në Prishtinë, unë nuk i kisha kur kënd, unë isha e huj në Prishtinë, 3 ore diçka ishte pej Prishtinë, ku me lëshuf 16 vjeqare. Erdhë se i klipa, Ragip Logja, Krisht Berisha, Azem Shkreli, një delegacion. Për pos Seitit të gjithë janë marrë me artë? Të gjithë. Edhe Ragip Atër ishte Logja. Seiti, ishte sekretar Po, në teatr. sekretar, po. Edhe me Për Seitin, ndryshe Seit Lipa është gjyshi, ka qenë gjyshi i Dua Lipës. Dua Lipës. Kështu që edhe fëmijët e vetë ka orientu në... Ishim edhe të mahallës njëjtë. Po. Baba e kish Ragipin shumë shok. Edhe kish shumë respekt për Ragipin. Mas bisedës, të më drejtën, aj baba, e ti kemi që është teatri, po s'ka ditë që ekziston teatri profesionist. Sa ka qenë ndërtimtar, ka qenë krye punëtor në ndërtimtari. Nuk ka marrë përveç prallave që na i ka lexu, po mas bisedës edhe bindjes së Ragipit, edhe bindjes të vllaut, I ka ka qenë Ragip. A i kishe dhënë t'i vajzën tënde në teatr, a i kishe qu Ragipi, o gani, jo që i kisha dhënë, po me shpirt, po nuk është për artiste, e qika jote është. Dhe baba u bind. Ja kom po një dredhit bardh aty, se Cila është thash, dredhia përveç bardh? që se kom tregu korë, është hera e parë që po e them, thash po shkoj për artiste, po ndoshta edhe për speaker, se sa kish fillu televizioni Prishtinës. Edhe masi unë po lexoj mirë dhe kom diksionin asi, bona speakere. Nuk e kam drejgu kërkut, është hera e parë që po e thonë se më ka ranë mend tash vonë. Do me thane kemi ekskluzive. Pikrisht, një dredhit vogël, një rend bardhja kom. A e ka ditë baba pastaj, a e ka marrë vesh? Po, normal, pastaj vike edhe me mi pashfaqet, një përkrahje, Moral. një mburje, se a i mburek gjithmonë se si vajzë ka tentu, ka insistu gjithmonë të shkollimi dhe emancipimi i femnës. Se vetë o rritje tim, pa nam pa bab, 4 vjeç, për 2 dit i kanë vdek prind, e ka rrit hala, në 10 vjeqe, motra vetë, një teze, edhe vllau i babës, Agja, është martu herët, gruaja e Agjës, këto 3 gra, a i ka idealizu. Edhe mas martesës me nanën time, nana ime ka qenë princesh para syve të babës, edhe sidomos çdo femën, çdo vajzë. Buk është dasht, që dhëmë buk mos me hangër, ka tentu me qu kredi, se si kishim kushtet. 6 fëmijë me një rogë,
për me majt me vazhdu shkollimin. Për atë unë edhe bursën, se kam qenë bursiste, Po, bursën, gjysmën e bursës, çdo herë ja kom çu babës. wow, është një rrëfim që rrallë kemi ndëgjuar kohëve të fundit për shkak se kohëve të fundit kemi rrëfime të aktoreve të reja, të cilat nuk janë përballë me këto gjana me të cilat është përballë mosha, të themi kështu, apo është përballë gjenerata e zonjës Iqbale apo Bibit. Në këto qaste do të ndërprejmë këtu që të ndjekim recetën e shefit, ndërsa shefi, siç e dini miq të nderuar, gatuan në kuzhinat ekskluzive fantastike të Frigo Deluxe. Mirë se vini edhe i herë, unë jam Herojt Shehu, edhe përsëri e kemi pjatën e shefit. Ne kom një restorant vogël në Gjakov, Qinxhiujit, edhe tash kohëve të fundit ja kemi nisë me bo edhe pizza, po me peshk. Këtu kemi një lloj të peshkut të egër, kjo është ngjila, është një peshk që ka shumë hala. Ama baba eme ka bu një farë metodë të gatimit që këtë halat m'ja shkri. Unë që kjo është. Tjetër shka kemi këtu, djath kaltër, kjo një lloj djathit që është i fermentuar me bakterien e penicilliumit. Qep të kuqe, se kjo pizza ka më konë e stilit pizza diavola, që e përdor qepin e kuqe, salcë domateve që kemi bo, vetë, edhe kaçkavall. Po mas pari, salcës domateve dojmë mishtu edhe diçka, pjashtojmë pak hudër nga Ducato di Mantova. Marrim qëto, ja qështojmë hudrën, përzim. Në fillim, për mi ha brumin, duhet mi fillu mi masazhu brumin. Brumi është i gjallë, do me thonë, është diçka fermentune, duhet mi jap respekt, duhet mi jap pak kohë brumit që mund shu vetë. Fillojmë tash një pauzë brumin, ta pim pak kafe si Velveta ta provojmë. Më të knaqë. Kjo ishte kafja Velvetës, shumë e mirë. Tash, masi që e piva këtë kafe, kom energji, mi hap brumin e mi gjujt të nel, mi aeros pak. Më thonë arsyeja pse kur të shojmë me brum të punu, në për pizzeria, e gjujnë qështu, është mi aeros. Se oksigeni edhe animon brumin mu fry. Pra mi bo që ato porcat e pizzës napolitane. Për ndryshe kë brum është brum hibrid. është pak si pizzës napolitane edhe si kur pizzës njujorkeze. Tash pizza është gati. Shmuj me fillu me procesin e veshjes pizzës. Mas pare përdorim salcën e domateve. Kjo hudra e Ducato di Mantovës ja ka shti një farere shumë të mirë. Tash fillojmë me shtresën e parë, kaçkavallin. Pra kjo është stil amerikan që ato nuk jemi të përdor mozzarella si kur italianët. Tash vazhdojmë me shtresën e dytë. Shtresa e dytë është ky peshku i ftoftë, recepti i shtëpisë. Kjo në gjilë, besom një që pizza ma e mirë se pizza tuna, se është me peshk vendor. Do të thonë, dallimi është shumë i madh. Për ndryshe pizzën nuk bën mi ngarku shumë, se atëherë derdhen to përbërësit.
Kështu që vazhdojmë kapak, ja shtojmë edhe qepën tash. Kjo qepa ja jep karakterin pizzës, pra pizza diavola, që ka karakteristik ngjyrën vjollc prej qepës. E tash m'ja dhon qatë shkelmin final pizzës, qatë shien ekstra, e kemi garganzolën, apo djathin e kaltër, që e qesim në për to, kur të pjeket në shën një aromë të fuqishme dhe ka shijet krypës. Tash, ju që keni furrat pizzës Kosovë, hala janë të përdor furrat me plin. Ka dal tylefar teknologjie, makinat janë bo elektrike, e të ne hala përdoret furra me plin. Furra me plin, mas pare kur ta shën, 50% në nxehtësi si hup. I hup se është e hap në furran të na unë. Edhe pjekja pizzës nuk bëhet tamam. Furra me dru është superiore. Ama është edhe një san tjetër. Masi ka përparu çka shumë teknologjia, e kemi qëtu furrën e pizzës, nuk ka vetëm për pizza kjo. Kjo për gjithçka tjetër. Po unë pithon furrën e pizzës nga Nabuja, Frigo Deluxe-it, që kanë pru këtu në studio. Tashti, mundi me pas se qysh pjeket pizza edhe për fundi me një furrë t'tillë. Seni parë që kemi bo është, kemi qu temperaturën 272 gradë. Tjetër, ja kemi nal lagështin kretë. Mi kriju kushtet sikur të furrës me dru. Pjesa tjetër, ja kemi nal ventilatorin. Puna që mos me fry, mos më djeg senet mrena në furrë. Edhe hapin final e kemi mi shti pizzën mrena. Shini, i njëjti proces sikur në furrë me dru. Vetë që kjo ta kujton që duhesh me mshel derën. Çfarë shekulle jetojmë s'di pse nuk po investojmë në teknologji. Tashti, veç muhabet muj me bo, dhe e sot bëhet pizza. Do më thonë, i në bonja 5 minuta gati, pizza është gati. Shkojmë në zërë pizzën. Ta shyet pizza o bo, shyën poshtë, është rresht tamam. Tashti, e kemi vetëm edhe një sant që nga mundon të kjo pizza, për me bo tamam ekstra, Ducato di Mantova, koqet biber të zi, po e ka dhe qitë hudër që mu i mjashtu për mi, janë shtojmë pak hudër, dhe biberin e zi. Marim tash këto gërshon të orta, mu bo pak interesant. Qëta shera biberit dhe të qepes në knoqi. Tash e kemi edhe një element të fundit, vajin e ullirit, zakonisht e qesim rreth brumit pizzës, puna për me shkëlqy brumi. Po vetëm pakës duhet mi qitë. Edhe faza finale. E provojmë pizzën.
Kështu duhet mu pjek për fundi pizza. A bën me thirr zjarr fiksat bre vrap se u kallën krejt. Super koka. Tash besoj që muj me vazhdu me emisionin. Do qëm recetën e shefit, ndërsa kthehemi përsëri te Bibi, kishim disa detaje shumë të bukura të fëmijërisë. Tani do të kthehem në këtë moshën pak më të pjekur. Ti u punësove në teatrin kombëtar. E kreve shkollën, u punësove. Si të pritën, si pejonk, si një vajzë të re që premton shumë, ma thuaj. Hapimi parë në teatr. Them të drejtën, ka qenë shumë i ftoftë. Ndoshta nuk i njësha njerëz, nuk i njësha rrethanat. E do isha pejën. Unë kam qajt 3 muaj të parë, kam qajt për ditë. Veç më vinte i nati më ka majt. Kam një farthi i nati. I nati më ka majt, mos mu kthy, se thash thonjë nuk e kanë pranu. Wow. Edhe ato peripetit rreth banesës, rreth qëndrimit, 3 muaj kom nejt e drejtorin banesë të Azemi, ishte beharja, ishte atë para lindjes, më kam prit si fëmijën e vetë. Mirë po mu më ngojshin gurt, kaldërma e pejes më ngonte. Të isha bre balta e pejes ma zotni. Se këtu mi zbathi këpus, dola me kërku banes, më zbathën këpus në mizis të rrugë. Më dësht, shumë sinqerisht, më dësht me marrë këpucën me dalë me njënën tjetërën me kalë rrugën. Edhe adi ku është tash akademia e shkencave, që aty. Normal mas nej isha ma e reja në gjenerat, isha 16 vjeqe, ende pa pjekun, e pa formume, edhe gjithë gjam dukej, kom prit shumë, ndoshta ma tepër, po është dasht me luftu, me forcat e mia, me përkrahjen e shokve faktikisht. Po, si figur pak ma ndryshe, që dallojsha me gjatësie, me pamje, dukesha pak ma ndryshe, dhe kur disha në Prishtinë, pisha shumë në sy, prej kashtë, në vikej natë, regjisorve normal ljurashë në sy, që në start, pa diplomu, e kam pas angazhimin e parë, përveç shfaqjes diplomës, në angazhimi i parë ka qenë të engjëjt e stacionit, Stanislavën, Regjine Ade Mikullovcit, edhe ai, ka qenë një laramani e moshës edhe në grupin tonë, kemi pas disa student me korespondencë, mes tjera Shademi ka qenë, Osman Rëgashi, Ndjerë, në thotë ata kanë qenë 27 vjeqë, pa zama ma shumë në 16 vjeqe. Mirë pa aty e di që në start kam pas një ngritje maksimale. Për të parën herë në skem, kur kam shkel, Beqir Musleu, e më kujtohet kritika për krejt grupin, po dhe të është engjëjt e engjëllit. Me fjalë më miradije për një perspektiv të mrekullueshme, sidomos timën, ka përshkru që edhe sot e kësaj dite më kujtohet të majnë mendën dhe të majnë ato fjalë, që faktikisht që lindi femna e tretë, e dytë, ndoshta edhe femna e parë e teatrit, me cilën duhet të krenohemi. Pastaj angazhimin jena mas tjetrës. Si e ndje kur erdha ajo kritik aq pozitive, aq e mirë? Fëmi kam qenë, s'kam ditë shumë, as me vlerësu, se më ka duk shumë normale, se jom një ashtu. Jom një e mirë. Jom një ashtu dhe më ka duk për normal, që shka në thamë ndryshe. Mirë po, normal, me kohë. Ka pasë ngritje, ramje, deri në martesën time. Shumë shpejt erdi martesa. Shumë shpejt erdi martesa dhe ty ta ka vënu synin njëri prej regjisorëve më të mirë në atë kohë. Njëri prej kantautorëve më të mirë në atë kohë. Një yll në vete, të themi kështu. Ish bashkëshorti
ish regjisori i ndjerë, Muharrem Qena. Si u lidhe me të? Tash mas një kohë kështu në distancë, them, ndoshta me përzgjedhura e fatit. Me gjithë diferencën që kemi pas edhe në moshë edhe në shumë gjana, ka ditë me më zonë, së më ka dhënë hapsin me mendu. Kjo shumë e bukur, s'ka lanë kohë. Së më ka lënë, prej momentit parë, mos së më ka lënë me frymuar, s'me mendu. Edhe gjatë rrugtimit tonë, kom fillu me mendu edhe unë si ajë. Normal, kushtet kanë qenë tilla mirë, po për nga ona profesionale, Sa mendon që të kanë ndihmu në anën profesionale? pak e hiq. A mendon që ke stagnu në të vërtet kur je lidhë me... Ndoshta, Muharremi ka qenë veti plot shumë kështu profesionalisht, ka pas nevojë për një familje, shumë shpejt na kanë ardhur fëmijët, edhe deshte ajo është ndjenja e amnis që te unë ka dominu familja, jo karriera. Në thotë kam qenë 4-5 vite kështu edhe pa punu, pa angazhime, po kam qenë prezente me fëmijë. Muharremi është plotësu me ardhjen edhe Kozetës mas pari, pastaj Rebekës dhe në punë Nebiu, ose Beni, që e thasim ne, se është një histori rreth emrave. E ka bë me qëllim, po unë se kom kuptu. Ke qenë e re? Shumë gjëna. Sa vjeç ke qenë kur je marrë? 19 vjeqe, pa i ba 20 vjetë kom lind Kozetën. Kemi qenë peripetit të mëdha, kem pas sfida shumë të mëdha me banesa, me zhgënjime, se Muharremi u kthy prej Beogradit. Unë, po sa diplomova, u lidha me Muharremin, banes nuk ishim, na premtuan shumë gjëna që nuk dolën si ishte. E them shpesh, si duket hasi sharra ngozhd, dhe gjëna. Jo me fajen tim. 5 vjetë ke ndejt pa punë. Në ato 5 vjetë ke pi kafe. Merë zemër një kafe. Aty është kafe Bilveta. Kafe. është shumë e mirë, është austriak. Ta kërkoj mas pari në pejonet. Ate po e them. Provoje edhe ma thuj, a e meriton me qenë në emisionin tim. Ua, për mu veç e amëll. E kemi kafen shumë të mirë. Unë jam vetë e amëll, e pi kafen e eftë. Ti je fantastike, edhe ambël, edhe ngrosh. Kafja shumë e shishme, shumë sinqerisht se jam të ullumtu me ndru kafen. E kjo është një kafe vërtet që une nuk e pi kafe në turke, por e kemi distributorin këtu. Po ta tregoj, po e ka vendin për ndryshe. Vilvetën mund ta gjeni edhe në dyqanet në për Kosovë, miq të nderuar. Ndërkohë, në këto qaste, po ikim pak prej peripetive të Bibit, apo të zonjës Iqbal Qena, dhe shkojmë ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Sot për ju e kam një recetë shumë të mirë. Është diçka e re, por është jashtëzakonisht e mirë dhe besoj që deri me tani nuk e keni përgatitur. Pra është një mix i të gjitha perimeve dhe erëzave të cilat mundeni me përdor dhe gjithashtu emrin e ka çorba me tortilla, që sigurisht deri me tash nuk e keni provu. Prandaj ju vjen një paketim tortilla, ju vjen 4 deri në 5 domate, spanak, oregano, ju vjen salcë domate, skudra dhe kështu me radhë. Dhe para se të filloni me përgatit këto, atëherë merrni këtu, duheni me përgatit një litër sup, ose përgatitni me bujon, dhe më thonë me diçka me eshna dviqit ose me farmishin ose ju të pranë. Atëherë përgatitni një bujon, dhe më thonë me lang të mishit, dhe atëherë
filloni me përgatit recetën. Domatet I preni kështu, në fillim, dhe I veni këtu në fund të tenxherës. Dhe atëherë këtu I vem edhe 6 deri në 7 thelbi hudhër. Dhe ujë kamelotit ne kemi, për arsye se kemi pajisjen e cila na mundson me pas ujin më të shëndetshëm dhe më të mirë deri me tash që keni provuar. Prandaj, këtu e veni vetëm domatët të edhe pak ujë sa me mbulu fundin e tenxherës. Edhe zni shporetin në maksimum dhe e leni këto me vlu dikun për 10 minuta. Pastaj këtyne domateve tashti ja shtojmë lagun e mishit, parafërsisht dikun rreth 700 ml. Tani e lagrom këto pak nga shporeti dhe e blujmë me blender. Dhe kjo është e gatshme thash. Letrën bora, jo vetëm që na shpesh e përmenim letrën e borës për arsye se përdorim më shumë pas jam në gatim, por produktet e borës pothuajse të gjitha janë jashtëzakonisht të mira, shumë kvalitet dhe të cilësisë së lartë. Dhe neve na ndihmon shumë në kuzhinë. Tani presim këtu me marr val, do të thonë tash këtu prej atyre domateve dhe prej hudrave kemi fituar një salcë me bujon, me ujë të mishit. Dhe tash kësaj ja shtojmë dikun rreth 200 deri 300 gram spanak. Dhe lëni kështu e presim derisa të merr val. Atëherë ja shtojmë një krem kuzhine, do të thonë paketimin e vogël ajo që është 200 ml. I shtojmë edhe një salcë domates, do të thonë ekstrakt që është I domates. Krep auronës ose taurës të cilën e përdorim tashmë që jeni njoftu që e kemi produktin të aurës dhe auronës të krypës, I cila I ka pothuajse të gjitha llojet e krypës dhe çka është me rëndësi ka paketimet I cili ju përshtatet çdo familje. Nëse doni me shumë kilograme, pak ose kështu një paketim me vogël gjatë përtrues. Dhe tash I përzyni këto mirë dhe I shtoni tortellinat. Pasi që tortellinat nevojiten me u zi vetëm 2 deri në 3 minuta, atëherë e ulni temperaturën, gjithashtu edhe spanaqi, dhe këto dyja duhet të zihen kështu, do më thonë prafërsisht I veni në fund, kur I vloni në temperaturë të ullet edhe 3 minuta. Prandaj na tashlirisht mundemi me shy dhe me lënë kështu në temperaturë të ullet me u zi deri në 2 deri në 3 minuta. Pak para fundit ja shtoni edhe pak oregano që I jap një shije jashtëzakonisht mirë. Oregano ose borzilok, cilën e preferoni ose dyjat, për arsye se kjo faktikisht I jap një farë arome shumë të mirë. Do të thonë pa temë ose përgatitni. Edhe tashti kjo është shumë mirë, e lojmë edhe një 2 minuta me vlu. Shikoni shikues të nderuar, unë e pat edhe vend. Kur merr receptën edhe fillon me gratu thjesht duket që është shumë lehtë, por vyn gjithsa gjana, jo mi pastru përpara, jo për mas, jo krejt, po duhesh me nejt vazhdimisht mi tenxhere derisa të gatuhet. Prandaj neve na ka ardhur këtu në një pajisje e si vegetës, e cila është jashtëzakonisht e mirë dhe të gjitha këto që unë I kom përgatit këtu her një, her qita ato, e hek ato, e bon ato, ju mundeni të gjitha ato për një herë me vu këtu, me fut këtu në pajisje, dhe thjesht
me shku mi bo punë të juve tjera cilat dëshironi me bo. Dhe thonë është një pajisje, jashtëzakonisht e mire si vegetes, e cila dyqanën e saj ka në fushë Kosovë, prandaj shkoni vizitoni sepse janë të gjitha pajisjet jashtëzakonisht e mira për shtëpi. Dhe tani kjo çorba jonë u bo gati dhe mendoj se mundemi me servu. Harova se tani kemi edhe Ducato di Mantova, i kemi të gjitha produktet e tyre, të cilat unë mujmë ju thonë që i përdori me vite në shtëpinë time dhe sot kur erdha i pashtu, u gëzova shumë. Prandaj do t'ja shtoj edhe pak së çorbës time me tortellini. Sigurisht do t'i jap edhe shije edhe më të mirë. Dhe tash, çorba e tortellinave është e gatshme. Dhe mundemi lirisht me servu. Leqi e ka aromën e mirë. E leqi është shumë e shishme se e provum, po edhe po duket jashtëzakonisht bukur. Prandaj që ku të nderuar, unë ju preferoj ta provoni këtë çorbë me tortellina e cila sigurisht do t'ju pëlqej. Sipër mund t'i qitni pak djathë parmezan dhe jashtë që ku të nderuar, një çorbë shumë e mirë për ju me receptën e sotit. Deri në emisionin e ardhshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mira. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. E ndoqëm recetën e Olës, miq të nderuar, ndërsa po kthehemi përsëri te peripecitë dhe po kthehemi në ato 5 vitet që nuk ke punu. Manini po na le në background. Diçka nuk e ka, nuk pishkon, nuk o rahatu diçka. Po do me ardhe unë. Pa tjetër, se të deshtën të gjithë qenushat e mi të deshtën shumë. Mirë. Ti mbete 5 vjet pa punë, jo mbete, ti me vetë dëshirë u tërhoqe për punë të fëmijëve. Sa të mungoj teatri, sa të mungoj shoqëria, sa të mungoj dalja? Ka qenë një periudhë jo e rëndë, po dilemat, dëshira, këndej e disha që i mungoj fëmijëve. Muharremi ka pas shumë nevojë në atë periudhë, se Muharremi e la alkoholin. Kishte nevojë për ngrohësi familjare, për pranin time, 24 orëshe. Mirë po, filloj një zhgënjim të unë. Thjesht nuk dosha më u pajtu. Qatë rrugtime ko marë, për ndryshe kisha dash, isha bo diçka tjetë, isha bo mjeke. A e menojshe, thojshe, a për që tjetë e kom lonën e pejën, a? Për me najtë në shpenë Prishtinë? Mere me mend. Me najtë në Prishtinë, me nëzje murën banesën, kur kalin, të në thotë 77-ën, kem marrë banesë, kur më kalin djali, kem pas një peripeti kështu jotë këndshme, një zhgënjim në rrethin tonë, zhgënjim në sistem, në kolegë, edhe filloj edhe me humbë dhe vetbesimi. Ajo e asaj kritike, që ka shkru Beqir Musliu, që ishte ndër kritikët më të mirë. Më të mirë, po të kohës. Edhe pastaj zhgënjim edhe në Muharremin, se fundja më ka marrë si aktore. Qatë profesion e kom pas, edhe me pas një përkraje, po ati i ka konvenu. Po them, kurse kom kuptu, kom mendu që normal që ashtu duhet, që shtot burri. Derisa kam fillu me luftu në vetë, fëmijët u rritën, po mendoj palas kishte lind vini, tamam 77-ën dhe 80-ën, kom rritë fëmijët për lezet, pa përkrahjen maksimale gjysheve të kujdestareve, do në thotë kam qenë veç vetë, edhe sot e kësaj dite i falenderojmë Zotit që më ka dhënë fuqi. Edhe fuqi, edhe ndoshta një farë
djeni për me mujt me rritë ashtu si ma ka marrë mendja që duhet. Edhe mas një periudhe, mas krejt kësaj kohe, i thëmë, faleminderit Zot, që nuk më ka shku mundi huq, te familja. Fëmijët po janë të arritur të tret në profesionet e veta, mu arremi e le alkoholin, mu arremi u këndjell. Unë në ndërkohë fillova me luftu, me kërku atë për çka kom luftu, për çka më ka majt, për çka më ka leju baba, gjithat lufte kom pas. Viteve 18-ën e bëjnë një ankes, një kërkes, nuk e di, e më pranojnë prap, rikthejna në teatrin krahinor, rikthejna me do role shumë të realizuara veç, në të të ishte pjekuria edhe moshës edhe ajo periudhë që ndoshta kom pas nevoj, kështu që kanë ardhë bukur do rolet mirat realizuara edhe vetëm plotësu edhe shpirtnisht edhe emocionalisht. Dhe pastaj kaloi ajo faza ku ke pas atë zhgënjimin. Do me thënë, filloi një fazë tjetër, një fazë më pozitive. Edhe si u prit kjo prej Muharremit, prej... A filloi me të shiku me një sy tjetër? Me siguri, se më kujtohet rikthimi im në teatr me shfaqjen e parë viteve 80-ën, kur ka ardhë me 3 fëmijë, me një statu, një femën që gjason të mu në vizualizimin e ti, edhe ma pru për premier. Me një përkushtim shumë shpirtnor, shumë emocional. I lumtur për lumturin time. Kështu që, do në thotë, ajo ka qenë, po gjatë rrugtimit, ka pas një farë droje, nuk e di. Kishë qef ajme më angazhu. Kër më angazhon të dikush tjetër, si pëlqente farë. Ka ditë shumë mirë me kamuflu gjelozin. Shumë mirë, ashtë me të shpjegon të sanët, sa që të shapo mirë e ka. Gjdo që më arsjeton të ashtë bindë shumë, artistëve? Sa keni pas diferencë në mosh? 20, gati 21 vjetë. Ka ndaj edhe ka mujt me të bindë. Me 19 vjetë që më ka marrë, mas një më ka... Ka dhenë. Më ka dhenë si ka dasht vetë. Shumë gjana, kisha unë e perceptimin tim, qa shtu mi spjegon të? Shapo mire ka. Të kthehemi te një detaj bukur me Muharremin. Cilën këngë ta ka këndu të veshi? Cilën këngë e rikthen ti në kujtimet tua që të lidhin emocionalisht shumë afër me Muharremin? Them të drejtën, edhe në familje dhe kënejt Muharremi e ka shfryzu gjdo nej, gjdo bashkim familjar me këndu. Te unë, gjdo këngë e Muharremit ka qenë një ngjarje i përjetim i veçantë. Kamet e pa realizuar, e pa kënduar një këngë për Mitrovicën, të cilën e ka pas ëndër, e ka pas edhe tekstin edhe nuk e di, po nuk u realizu, e që më kujtohet ato fjalët e para. Mitrovic, qytetim, tararira, rarara. E këndonte, edhe unë vujsha me te, se e ka darë shumë Mitrovicën. Ojhan, kër e ma ka këndu për të parën herë, unë kam qajtë. Kanë qenë takimet tona të para. Edhe i kom thënë, lute mos ma këndo më. Kurse harrojnë në Ulpian kem qenë, borë tyra, një ndryqim, hana, natën, shkojshim me marë naft me dhez stufën, edhe filloj me këndu. Unë kam qajtë. Kemi lujtë me borë, kemi bodo, e thashtë lute mos ma këndo më.
shumë jam emocionu. Shpesh më thonë për kachurela, unë s'kom qenë kachurela krejt kur, po kur I bëjsha kachurela, ma këndonte edhe kachurelen. Ka qenë shumë romantik, ka qenë njeri që ka dasht, ka dit me dasht, ka dasht deri maksimum dhe në qelë që thëmë unë. Po edhe, kur nuk e ka dasht diken, nuk ka urrejt, po e ka këputë se ka dasht. Në të ka qenë ekstrem në dy emocionet. Në këto qaste, miq të nderuar, para se me vazhdu me Bibin për këtë periudhën e pas luftës, se na ka mbetur periudha pas luftës pa e trajtu fare, do të shkojmë me recetën e Rudit. Përshëndetje miq të dashur, mirë se erdhët edhe këtë diel me neve, moj gjus me Gjerin, me mu Rudin. Sot do ta përgatisim një desert me çokoladë dhe me lule shtrydhe. Këtë muj kom ju tranu me lule shtrydhe dredhza. Do të thonë çdo recetë keni me pas dredhza. Arsyeja pse dredhza se është sezona e tyne, kështu që gjithmonë preferohet që frutat të përdoren atëherë kur e kanë sezonën. Unë kam vendosur këtu në banjmeri çokoladën, ndoshta veç po e shihni që është e nxehtë dhe nuk po moj me largu. Ja ta kavëm kështu nga dole. Është shkrit çokoladë zezë 67% gjallë. Këtu e kemi panën e rrohur, një sasi të çokoladës, do t'ja vendosim dhe do e përzim me panën. Një mbërthirë edhe shishme, edhe shumë e lehtë për përgatitje. Krema është e kaqme. Kam marrë pandisponjat, I kam prerë në forma të rumullakta, e vendosim në këtë gotë dhe mas pari e marrim edhe pak çokoladë, se një pjesë të çokoladës po e lu për pjesën sipër. Këtë lloj ëmbëlsire mundeni me përgatit edhe si torte, mirë po mundeni edhe në gota, çdo që e keni ju më lehtë. Unë për shkak që po bëj sasi më të vogël, po e bëj në gotë, ndërsa për gramazh të saktë na ndiqni në Moj Gjus me Gjerin në kanalin tonë të YouTube-it. Unë e vendosa një pet në gotë, tash po vendosim një sasi të kremës. Krema është me trosh, mirë po çka na muj me e bo, është e marrim një lugë, që e përdora ma herët, e vendosim në ujë të val, këto që ka vluar, ku të troshet krema, dhe pastaj e rafshon kremën çokoladës në mënyrë që mos të kemi pastaj këtë lugë po e lo në ujë të val. Do ja shtoj edhe një sasi të petës, do I vendosim në krejt hapësirën e gotës. Edhe kostoja është e lirë e kësaj recete, mirë po dhe përgatitja është shumë e shpejtë dhe e lehtë. Mirë po para prakesh duheni ta shkrini çokoladën, mundeni në një tenxhere me ujë të val edhe pastaj me vendos inën përsipër, ose edhe në mikrovale. Pastaj çuçi keni ma lehtë. Marrim edhe një sasi lugë të kremës dhe do e bëjmë sërish në metodën e njëjtë. Që me rafshu kremën ma lehtë, marrim një lugë apo thik apo shpatull, çado që keni në shtëpi edhe e nxeni në ujë të val. Dhe rafshojmë dhe kësaj mase, unë tani do ja vendosi çokoladën e shkrier. Vendosim në krejt sipërfaqen e botës. Dhe për sipër do I vendosi 2 dredhza, një kështu, dhe një më të vogël. Kështu. Marrim borën tonë pa të cilën nuk mund të vazhdojmë punën.
gjithmonë janë të rëndësishme që me ja letu vetit punën me i pas produktet kualitative. Se keni borën, kemi mikserin nga kompania që ne gjithmonë i marrim produktet e pasticcerisë të Vegeta dhe na del një desert shumë i mirë. Miq të dashur, ishte një desert shumë i shpejt, shumë i lehtë, po mos e lëni pa e provu. Shihemi të diellën e ardhshme. Miq të nderuar, na erdhë ëmbëlsira nga Rudi dhe si çdo ëmbëlsirë që e ka qershin, që thojmë ne, qershia mbi tort, tani i kemi edhe këto 20 e sa vitet e pas luftës me Bibin. Ku në ishte periudha e luftës shumë e vështirë, Po. edhe pak para lufte. Muharremi psoj infarkt. Me 22 dhjetor, 98. Ishte shumë keq, ndodhi që ka ndodhi, Beni ishte me gazetar në për teren, vajzat ishin në Londër, dyjat, unë me Muharremin, dolem prej bregu djellit në Dardani, ku e kishte Rebeka një banes me qëra, kisha Garantinën dhe Arzanën e ndjerë me vete, që u emocionova, kom dash shumë atë vajzë. Beni, Tina, Arzana, unë. Muharremi smut, nduhemi me na gjutë gjithë. Beni ishte i përndjekun. Garantina po ashtu. Garantina e përndjekun. Rebeka ishte në listë dhe Safeti. Krejt ato. Muharremi si shë në gjendje kur gjas me ndërmarr, as me ndihmu, as me këshillu. Duhej për çdo natë me ndru vendet, vendbanimin, prej një banesën tjetrën, në përpodrume. Aty ku ishim, disa net në erdhen edhe misafir, gjithë me ustrehu, Beni me Tinën kanë qenë një 4 net të Ardiana Morina, se kishim një lidhje familjare me babën, edhe nana e saj, mi ka strehu 4 net. Derisa s'kan fillu kontrollat, hyrje daljet, edhe më thot i baba më falë, unë nuk guxoj ma me garantu për këta fëmijë. Vajza i thoshte prej Austrisë, mi ndodh diçka Benit e Tinës, ti keme mu përgjegjë. Edhe në ato, po dalim, s'po dalim, ata nuk dojshin, ne nuk dojshin pa ta. Ka qenë një periudhë shumë stresuese, nuk e di që shekum përballë, që shkom qëndru, unë e di. Edhe momenti ka qenë vendimtar, kur si kom pyet, takova një fqinje, tha treni është në ora kaq, unë kom vendos me dal, çka të bëhet. Jo marrë dhe që kom thonë, hjekni këto, ku marrë pa qarap kom dal, pa veç me ilaqet Muharremit, Beni, Tina, Arzana, kemi hypën tren. Para trenit nuk e di kush ka qenë një djalë i ri, 25-6 vjeçar, baba i vetë veç ka ardha Iqbal Amanet po talo, pa e njoftë Prishtinali. Unë e di që ka kom hjek, u kry, dule me nej. Na u ba me shku për shkak smundjes Muharremit për Amerikë. Për Francë e refuzum, për Spanjë e refuzum. Mu kish pik vetëm Anglia. I kisha vajzat atje. Na u ba për Amerikë, kemi ardhë me 2 korrik, me 4 korrik në kanë lajmëru që me 6 korrik është fluturimi. Muharremi, Beni, jo, kanë ndrime, u shlirum, u bam, është Kosova jon, u kry. Me çfarë date jeni kthy? Me 2 korrik. Jeni kthy? Nuk shkum në Amerikeq. Jo, nuk më la Beni, nuk la Muharremi. Jemi këtu, kem shpëtu, u kry. Më pej kisha krejt shka përderdhun, djalin e Axhës Dvram, shtëpiat e djegne, nuk disha ka janë, u kry nejse edhe kjo. Edhe ishte situata e kthimit në të teatrit. Kem startu me Hamletin, ku e luta Gertrudën, ishte një verzion për ne pak ma ndryshe, ma i çuditshëm, zgjati gati 3 orë, nuk ishte rrym, nuk ishte...
Qarësi improvizimesh kemi ba, kemi lujt me bateria, me lampa, ka qenë një atmosferë për ne një ringjallje. Për shkak të situatës hamletiane, e bëm një shfaqje ku ne jemi një mirë. E kemi dhënë një frymë autoktone, një frymë kombëtare. Fillon me valle tona, me defa, e di që në fillim të shfaqjes e këndojmë këngën e Muharremit. Çdo gjë kalon në botë, në jetë edhe. Çdo gjë kalon në jetë, atëherë dhe dielli kur lind, pas diellit prapshi do të ketë, kështu është në të vërtet. E këndojsha unë, startojsha me atë Trego se e di atë shfaqje dhe e di që gjysma e sallës ka qa. Edhe që ka zgjatë në kushte katastrofale. Sa pluni, sa pa rrymë, Ka qenë një rinisje, një ringjallje, tamam sikur prej hirit kur të ngjallësh. Okej, praktikisht miq të nderuar në këto qaste, do të doja tani të kalojmë në diçka tjetër. Unë kam një SMS pazarar këtu që ma ka shkru Beni, edhe më duhet m'ja dërgu Bibit, në mënyrë që Bibit ja dërgoj 5 mikeve të veta, 5 miqve, kujt të doj, derisa Bibit i dërgoj, ne miq të nderuar ndjekim recetën e Deas. Ja ku po takohemi sërish të dashur miq, sot e kemi një specialitet shumë interesant si gjithë, specialitete shumë interesante, po mas pari para se me fillu, me specialitetin e sotëm, unë që të letrën përpjekje, po e, letra është e Finos. Miku ynë i dashur, kur se kom pa, po shumë shok e kam. Se na pështon, sidomos, neve që jemi gjithë ditën në kuzhinë, ndash me letra përpjekje, folja alumini, tjetër çka ka, tregom se ti edhe ti Gyner je shumë adhurus i produkteve të Finos, shpuza, tha Gyneri shumë mirë po pastrojnë, që sa mirë. Një burë po e përmend që shpuzat po pastrojnë shumë mirë. Gjithë kolegët e mi që i kemi këtu në studio, gjithë po i lavdojnë produktet e Finos. Kjo do thotë që edhe burrat po pastrojnë. Apo nin ti burriem, edhe ti dush me pastru të shtëpia. Me Fino. Kemi me bo një farë lloj pice me pec sfoliat, si mes picës edhe sendviqit. Mas pari kemi marrë petën sfoliat, pak me sos të kuq, që është pak pikant, e lyejmë petën. Për ndryshe, unë edhe pse e përdori ajkën e gjizën njaft në recetat e mia, për këtë recet nuk e kisha rekomandu, për shkak se shkon sosi i domateve. Qesim djathin kaçkavall, të cilin e kam ble të prerë në riska, se mazalla me provu vetë me pre, edhe me mqesh mandi, me thonë s'po t'i ka me pre hall, ose me thonë shumë hall e prejti, Lloj komentesh të dashur miq, lloj komentesh. Edhe proshutën e gjeldetit e kam ble të prerë. Atëherë shkojmë me një, tha gratë shikojnë emisionet gatimit si burrat futbollin. Mos aty! S'po dika. Shtë dhone tash tu e rotullu petën teme, po i paramendoj gratë. Pa, s'po dika me rotullu. Unë e kësha bu ma mirë, po hajde.
për fund e lyem me një vezë. Për 20 deri në 30 minuta në 200 gradë në furrë. Rolls janë pjekë. Hajde shkojmë i marrim. Atëherë pra, miq dashur, kjo është receta jonë për ditën e sotme. Rolls sandwich, rolls pizza, sido që ja lëni emrin, janë shumë të shijshme, shumë të mira, edhe një ide kreative edhe interesante për një shujt gjatë ditës. E sot me këtë recet, unë juve për ju dëshiroj një të diel të këndshme e vetë s'kom qare pa e provu çka kom bo. Që po duke diçka perfekte. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Miq të nderuar, Bibi I dërgoi SMS-in pazarar 3 shoqeve të veta Kumit, Gumit dhe Safetes, si dhe 2 bijave të saj Akozetës dhe Rebekës. SMS-it të cilin ja ka dërguar Bibi shoqeve të veta dhe vajzave të veta, tingëllon kështu. Alo, ju ftoj zyrtarisht të shtunën në premier në kuzhinën time. Roli kryesor tava me patate. Roli juaj, hajeni, lavdrojeni dhe mos më tregoni në fund që keni hangër diku tjetër më mirë, se në kuzhinë se luj rolin me zemër, por me lukë të madhe. Miq të nderuar, mezi e lexova SMS-in se kanë harru me mi pru syzat e optikës Simoni. Gati ja mora Bibit syzat. Çfarë dioptrie ke që? Unë e kam 2,5. Ti? Unë e 3. Unë e ma shumë se ti. Të shkojmë me pyetjet të cilat po ashtu I përgadit Ben Apolloni. Në secilin kavanoz janë nga 5 pyetje, që bëjnë gjithsejt 25, por ti do ta përzgjedhësh vetëm nga një prej secilit kavanoz dhe ta shohim çka ka ditë me shkretu. Bene, hajde qoftë me herë, se kështu s'kam fort. Jo s'kam fatë se nuk e provoj kur. Hajde që të të parë. Si ka thënë ai, kur bres po fitojnë lotari, ja, po lun. Jo, lexoje ti. Jo, thot, kur s'kom lujt. E qysh po don me fitu kur s'lun. Cili është suksesi juaj më I madh, që keni realizuar shumë role, e keni marrë shumë vlerësime, apo që keni duruar 10 regjisor me ide moderne? Dyjat janë të relevante. Janë suksese, po. Kur të vlerëson dikush normal, se krejt puna është me të vlerësu edhe suksese. Publiku edhe... Mirë po, edhe gjatë rrugtimit, ka eksperienca të ndryshme me regjisor të ndryshëm, që duhesh me I pranu, me eksperimentu me vetë vetën, edhe me u falenderu faktikisht se gjatë rrugtimit të mëson. Zanati jonë është me vjellë. Kështu që edhe regjisorët modern Beni, I ka duru, por ka mësu se ka fitu edhe përvoj të... Normal të eksperienca të treja që... Absolutisht. Sa të rëna në mëson. Qashtë, shumë bukur. Okej, hajde. Hajde, shkojmë me pyetjen e dytë. Që të pe marrë pak ma prej poshtit. Si e përshkruajnë të afërmit talentin tuaj në kuzhinë? Tragjedi apo komedi? Nuk e përbëdhët fare. Dramë. Ben dramën e ke lanë, e unë jam aktore e dramës, edhe në kuzhinë jam kogja e mirë,
Me qenë pejon, ke mos me qenë e mirë është e pa mundur. Sidomos ato tradicionalet për pas flis. Fli, kom tentu 2 herë me ba në furr shtu. Mirë, ka dalë, po nuk kam tentu asë njëherë. Edhe adi pse se ne në pej zakonisht e bëjmë flijat, mbledhen familja e madhe, 3 flija qitëm për i herë, mu më vjen vetëm me sodit, e me thonë, qitja edhe pak. Shtoj edhe pak mas. Këshur se mos të bjen hini mbi petën e fundit, është katastrofë kur petën e fundit të mbulon hiri. Ty e hjek saqen e kom përjetu, ka fundi. Kështu që jam kogja e mirë në kuzhinë. Që bapi në e bën të mirë. Po, Sa më pëlqen që bapi i pjes, tepër është i mirë. është i veçantë, edhe në të nuk e bajnë. Si peja që e bënë, se mirë po mbetësh si kur ajvarin me basi, pekmezin. Ditën. Tanë ditën mbetësh deri sa e shtjerat langu në qepa. Po. Edhe është e veçanta me mishin e Shumë është i veçantë. deles faktikisht bëhat me pjesën e mrapme. Shkojmë me pyetjen e tretë nga Beni. Se sofra e pejes pa që bap, nuk bën. Nuk bën, Nuk bën hiç. Shkojmë me pyetjen e tretë. A keni bën ndonjëherë audicion për një rol, apo thjesht i keni marrë rolet me një ngritje vetulle? Wow, Ben, wow. Amre Ben. Mëre. Nuk kam vetulla ekspresive. Te të rritë kryesisht me që na njohin, edhe parafërsisht e din që ka na flenë ma tepër, kemi ofertat paraprakisht. Mirë po kam qenë edhe në audicione, kur gjë e të mërshme, faktikisht është që e sheh a është roli për ty apo jo. Bile për gjeneratën time. E tash si merren rolet, nuk e di. S'po i futem i Benua. S'po i futem anej, po me siguri merren me merita. A di pse? Se kërkush nuk ka dëshirë me i dështu punë. Shfaqe. Sa do qoftë më arremi kur s'm ka marrë, s'm ka dhënë ndonjë rol, nëse mu nuk më ka përshtatë. Nëse ai nuk e ka pa që unë mu i diçka me bë. Po patjetër se regjisori edhe në fillim më ka thënë. Me i pas sukses shfaqe. Qartë, nëse mundesh me pas si çfarë do raporte me këndë qoftë, po nëse mu më përshtatet për një rol, aty s'kemi diskutime, kur s'u kam përzi. Kur nuk jo kam përzi në ndarjen e roleve. Me thonë është roli. Ndoshta më ka pëlqy, kush e disa rolet kisha marrë tjetër. Te Perikolgjina, unë plakën 80 vjeçare, unë 19 vjeçare. E kom lujt plakën 80 vjeçare. Po. Me shumë rezistencë. Kujton që s'kisha lyp ndonjë rol tjetër, po. Më ka pa ashtu edhe s'u kom këndërvu. Kështu që jam e bindun që edhe regjisorët në përzgjedhjen e roleve i kanë për afërt ato kush mundet çka me bë. Shumë bukur. Hajde qofte e para fundit. Unë kom merak mi këthy sanet kur punoj në vend vetë. Në vend vetin me Kur fëmijët ju kanë thënë mami, nuk më kuptove, a u jeni përgjegjur me ndoshta skenari nuk është shkruar mirë? Jo, ndoshta skenari nuk është shkruar mirë, po është dashur me i bindë që unë ashtu të kom kuptu, ose s'kjaro ma mirë. Po. Nuk kemi pas shumë fërkime, ose thjesht janë të rjek, ose unë jam të rjek, mirë s'm ke kuptu, vazhda. I kanë rrugë të hapuna, shumë pyetje ka gjatë jetës normal. Ka dhe pyetje, po, ka dhe pyetje, ka dhe... Edhe përgjegje, edhe... Po. Që shpesh herë të mbeten në ma e gjuhë. Mirë, po ti i ke 3 fëmijë fantastik, kështu që unë e besoj që edhe pyetjet edhe përgjigjet që i keni pas, kemi pas përbashkët. Po. Ka qenë, jo, nuk është që kena punu fort me ta në kuptimin, po një atmosferë, ne kemi pas mbledhje familjare.
po zam një herë në javë apo një herë në 10 ditë. Edhe në tavolin janë diskutu problemet, dëshirat, mundësit, se cilje ka pas fjallën e vete, edhe arsyet tona. Ban apo nuk ban. Kështu që ato kanë qenë mbledhje të them, po shqyrtime të situatave, se ndryshe nuk ban me 3 fëmijë. Dhe pyetja e fundit e Benit? Kur marrëm qena, bashkëshorti juaj, ju ka bërtitën prova. A ju ke tregu fëmijëve se ku ka bujtur ai në 7 netët e ardhshme? Se kalon me një shtëpi. E bukur kjo, nuk e di së kom tregu. Muharremi gjithmonë ka ardhë ka flejtë të shtëpia, përveç me një rast në Prizren. Ka pas një vesh absolut, një vëzhgim edhe me shpinë ka pa. Çdo lëvizje e aktorit e ka pengu. Në Prizren i kem pas do si tavolina, po të hapun e kështu. Gjatë provave, derisa më ka ardhë radha, unë me kom. Veç ku më ka thënë, "Ballo!" Që ka bona, "Dil jashtë!" Wow. Dil jashtë, a një mirë kime pa. Edhe kemi pas një konflikt të rërër. Të shpia e thëmë, tjetër herë, po i ke dhe tjetër kush e mu më bërtit ke. Tash më ke bërtit, tjetër herë, foli ati, e kush e ke vrejtjen. Edhe kem pas një zëngë, bukur të madhe, sa që jo 7 net, po 1 muj nuk ka ardhë të shpia, ka flejtë në teatr. E more përgjigjen, Benua, e more përgjigjen. Kështu që ma mirë, Kështu që veç sa ti kallëzoj agronit. Agron mos gabo me ma bo bol mua në i sen se jo 1 muj dit, 3 muj je out. kështu që mirë. Këtu praktikisht I përfunduam edhe pyetjet e Benit dhe këtu praktikisht është edhe fundi I emisionit ton, por jo, para se me e marrë me shkrim, diçka nga Bibi. Praktikisht ne, Bibi e kemi këtu një fletore, çdo mysafir që vjen këtu, e jep nga një mendim të vetin lidhur me emisionin, dhe lidhur me këto qaste që I ke kalu me ne. E dashur, unë e deshta edhe ato mesat e mija, I kom 3 nipa e 2 mesa, është po bona stërgjyshe, t'avdohna pak, mesat I kom në Amerikë, po apo të mermallit? I du, jo që mermallit, po I du shumë. E madhja veç është 12 vjeqe, e vogla, ja bëjmë Bibi Rozi, se është të përngjan. Po e ka dhe temperamentin tim, e është, ka një talent të veçantë, kështu që të dua, e di që më dënë, hajtë tonë. Edhe që kaq, kështu që Po tash do të bësh me stërmes. Tash me stërmes do të bëna, inshallah shkon krejtë në rregull, prej nipit madh, prej djalit vajzës. Kështu që e uroj çdo kënd me arrit një moshë. Edhe unë uroj që vajza të lindë, se vajzë do t'jetë. Vajzë do të kemi. Të lindë shëndoshe mirë dhe ata të bëhen prind fantastik për të e ti të knaqesh me të. Uroj të kem shëndetet, ka mundësi edhe me ma pru se tash gjyshet nuk janë fort në modë. Nuk janë modë, po kërkohen shumë, sidomos kur prind dojnë medale, dojnë me shetitën, me ashtu. E bukura, kur dilshin Beni me tinën ndë njëherë, vetëm 2 orë. Rini sa do ne. Dejnë më qëtë rini sa. Iq mosu më gotë një demin e mu. E kemi tani edhe praktikisht mendimin e Bibit për emisionin ton, dhe pastaj kemi edhe diçka krejt në fund, por unë do të pi pak kafe derisa.
Bibi të shkruan. Miqtë të nderuar, Bibi praktikisht e përfundoi, tani vetëm po nënshkruhet dhe apo na e lexon Bibi? E dashur Gjeri, të falemderit për gjithë dashurin, respektin dhe pozitivitetin që falë dhe rezon. Ishte kënaqësi që këtë ditë të ndajmë bashkë, me pyetjet që i kenë ma e gjuhës, si kur shkodrant që i kanë barcoletat në cep të mangës, e unë shpesh, që kam në ngush, e kisha qitë në fush, po mendja ma thot, e goja se nxjerr dot. Zemrushe, vazhdo të mbetësh kjo që je, të kam zemër. Faleminderit shumë, shumë të kam xhan. Faleminderit që je e tillë, për shkak se ti gjithnjë ke rrezatu ngrohtësi edhe pozitivitet dhe ke qenë njëna prej aktoreve, të themi je ikon e teatrit ton, edhe ke qenë njëna prej aktoreve që gjithmonë komplet ne që s'kishim lidhje me teatr, që s'kishim lidhje me atë skenën atje, e ke frymzu që të vim në teatr. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe prej te dhe për këto fjalë. Dhe të faleminderit për respekti e dashurie. Tash ma sollë ndërmend një letër, një vajzë që ma ka dhënë vjet, që është shumë inspiruese dhe shumë falenderuese, që jam inspirimi i saj për me ardhur në aktrim. Është diçka tuna me futën kornis. Shumë përmbajtësore, shumë e bukur, edhe punina shumë krenare. Se unë edhe 13 vite kom punu me një organizatë qeveritare që kom punu shumë me fëmijë. Mirë, po kjo është puna jote jetësore. A di si një vlerësim hollywoodian për mua është faktikisht pikrisht vlerësimi i asaj vajze e cila është studente vitin e parë ishte tash. Bravo. Në më thëtë prej, nuk më ka shku mundi kuq, ashtu. Dërsa tani i kthehemi SMS-ave, ta shofim se a ka marrë Bibi ndonjë SMS, ndonjë thim? E para që kozeta. Po? Me të vërtet, tava me patate është e pëlqyer për mu. Po me dëshirë më të madhe, kisha ngrënë pitën tënde. Tjetër? Rebeka. Ani, veç pritëm. Edhe gumi, kuzhina jote është perfekte. Me kënaqësi e konzumoj. Të faleminderit shoqe. Shumë bukur. Edhe prej kumit? Urime, aty do t'jem, se shumë e du taven me patate, e harova me pyet a ka mish në tavë, veç e ha sidomos që e përgadit ti. Nejse, unë ndoshta e gatuj ma mirë, po të kam shoqe, po e pranoj publikisht që gatun shumë mirë. Shumë bukur. Faleminderit të gjithave për përgjigjet. Tash deshta s'deshta, a pite o tavë. Duhesh me përgadit. Me patate është diçka e thjesht, nuk është diçka. Por, në këto qaste miq të nderuar, unë kam një dhuratë vogël, modeste për Bibin. Bibi, a e din pse të kemi ftuar, pos që të du shumë, pse të kemi ftuar në emision? Me të ngjashëm. Sa e mirë. Se ta du nonën shumë, se e respektoj shumë, edhe kemi një linjë platonike, të dyat keni prejardhje. Kena pi ujë të burimeve të Alipashës. Absolutisht. Mirë, po jo. Për hatër të nonës, natyrisht që e kisha thirrë, por unë e kam thirrë për hatër të publikut, që publiku mos ta harroj një ikon të këtill të teatrit dhe të vazhdoj të shkoj në teatr sa herë që të luan Iqbal e Qena. Mirë po, e kemi ftuar Bibin këtu edhe për një gjë. Milot, ma jep të lutem. Ua! Të kemi në majet gjuhës, Bibi, se je yll. Ke qenë dhe mbetesh yll. Faleminderit shumë. Kjo është, e thash për mu një shkrim, sa do i vogël,
për mu ka shumë dhe me thanje, edhe jam të them drejtën njëri që i ruj me shumë gjelozi dhuratat edhe më të voglat. E lene ma kur është diçka nga shpirti. Të falemderit Edhe për një vlerësim shumë. Shumë të falemderit për kohën, shumë të falemderit për të gjitha detajet tuja personale që i ndave me ne, edhe të falemderit gjithnjë për pozitivitetin edhe për artin që e ke sjell në skenë. Lu Zotin të më falë shëndet, të qëndroj ma gjatë, aq sa në mendja. Absolutisht, shpresoj që të kesh jetë të gjatë dhe të qëndrosh në këmbët e tuja dhe në skenën e teatrit kombëtar. Miq të nderuar, duke ju falenderuar kështu Iqbal Qenës, zonjës Iqbal Qena, apo Bibit si e thrasun, unë ju përshëndes dhe ju uroj një javë të qetë, të këndshme dhe natyrisht me këtë ftyrën shiheni javën që vjen, ndërsa Bibin mund ta ndiqni në teatrin ton kombëtar, por edhe me disa shfaqje që tani janë duke i bërë me Motrat Qirjazi, bashkë Me Rjetin e Grave. Me Rjetin e Grave, së bashku me aktoren Safet Rogova dhe me Kumin, me Kumrien. Unë ju përshëndes, në puq.